Domethënë nuk pritet ka negocim konvertuar në katolik. Jo, asnjëherë. Kur jam kom lind musliman, do të vdes musliman. Fëmijët mia ku ngjitem na shqip. Për shembull, ti marrë e cekët që xhamin e Llaushës i keni vendosur armët. E hoxha u ka një trim i mirë, burr i mirë. Sot kemi për shembull një grup i Deçanit. Nëse s'gaboj ke pas edhe kontakte ndaja me udhëheqësit e tyre. Po unë Çka mendon idenë e tyre? Orë për koshin e kam jaran. Po e kum pos jaran unë para se më muaj katolik. E kum pos jaran në dhënjë, kam si sociale. Po, ama s'ka ndru kur gjë për mua sepse çfarë mendimi ke për grupin e Deçanit? Jo, unë nuk voj me grupin e Deçanit, ky grupi e muslimanëve këtu, unë nuk bëjnë dasi fetare. A je musliman? Unë këtë fe nuk e kum pru, po e kum qitë. Qështu e kam 1 milion. Po jo që për në bini, kush do që ne bjen ato kulturën e Arabisë Saudite, ata mos në bin këtu shejat huja, se kim të unat, s'pravin gjohë. Domethënë nuk pritet ka negocim konvertuar në katolik. Jo, asnjëherë. Kur jam kom lind musliman, do të vdes musliman. Fëmijët mia ku ngjitem na shqip. Tamam. Ja ku ngjit tonë na shqip, unë kam emrin nga ne, emrin musliman që i bje bollak, po unë e kom gjetë këtë fe, çështë kom gjetë 2 milion. Apo kupton? Ndërsa fëmija e mi janë musliman, po janë shqiptar musliman. Qëre janë dallimet e mëdha në mes musliman shqiptar dhe shqiptar musliman. Një hoqë unë e kom pas pak do konflikt me to, për arsye se ai u thekë unë jam e martoj ma për para qiken me një ma gjub musliman se me një shqiptar katolik. Po, është tash mos po jenën bitet fetare. Po, unë po ta spjegoj. Hoq tash ajo po ka të diçka tash ka. Kur je le dhe kur ja ke nis me fol, a ma për para ja ke nis me fol, shqipa më shku në xhami. Atë kombim nuk. Jo, ja ke nis me fol shqip, nonat kam su shqip. Je lind shqiptar. Je lind shqiptar, domethënë qëre nona, gjaku edhe nona nuk bënen rëna. Vjen e zgjedh, po. Vjen e zgjedh. Dhe kështu që unë jam shqiptar musliman.